Për herë të parë në ish-komunën Dorës sot, njësia administrative e Bashkisë Librazhët është organizuar panajiri i prodhimeve vendase. Panajiri i organizuar nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura me drejtues Fatmir Brazhdën ka mbledhur 10 banor të fshatrave të Dorëzit, të cilët kanë parë nga afër prodhime vendase, si gatime tradicionale, punime artistike të bëra nga gratë të zonës, produkte dhe nën-produkte të qumështit dhe shumë prezantime të tjera. Pjesëmarrësit në këtë panajir shprehen të kënaqur me organizimin, pasi sipas tyre këto panajire ndihmojnë ekonomitë e tyre familjare. Unë quhem Landi Biçaku, nga Koshoristi, edhe si shikoni bëjmë, domethënë këto punime i bëjmë me dorë gjitha. Çifte lija, kutia kafje, kurse kjo këtu është kup arrash, kokë perdje dhe tovalina vogla. Ju jeni artizan i ri, keni kohë që ushtroni këtë profesion dhe keni shitje? Po, faktikisht e kemi nga papi, domethënë këtë profesion. Dhe kaq. E pa që merrni pjesë në një panajir? Ishim dhe një herë në Fush Studën, tek Veshi Parkut Kombëtar, panajiri. Ju ndihmojnë këto për të promovuar biznesin tuaj dhe produktet që... Po, na ndihmojnë shumë. Na ndihmojnë. Sa ju ndihmojnë këto panajire për të prezantuar produktet tuaja dhe për të shitur ato? Panajirët na ndihmojnë shumë neve për të prezantuar si prodhues edhe si tregtar. Kemi marrë pjesë edhe në aktivitete të tjera dhe na ndihmojnë shumë. Që është gjë shumë e mirë që bën Parku Kombëtar me këto produktet elektorale dhe si të tjerat. Kjo është veshja e Gurakuqit e zonës Librazhit. Kjo është e Qarrishtës e zonës këtu e Dorëzit. Veshja e Çemenikës quhet. Çfarë elementesh karakteristik kanë këto veshje? Tani element karakteristik shohim që kanë jelek, kanë po, xhokën, jeleku, shamia përpara. Kjo ka brezin, kjo është me brez. Jeleku, jelekët, kompleti jelekëve. Kjo quhet gjybe. Po, gjybja e Gurakuqit. I pranishëm në këtë panajir, kryetari i Bashkisë Librazhët Kastriot Gura u shpreh se bashkia do të mbështesë organizimin e panajireve në të gjithë territorin e saj. Së pari do doja të falenderoja shumë organizatorët e këtij panajiri, sigurisht edhe pjesëmarrësit në panajir dhe mikpritjen e banorëve të Dorëzit. Sigurisht që kjo është një traditë e re. Padyshim që zona e Dorëzit, po dhe gjithë bashkia e re Librazhët ka arsye, ka mundësitë e duhura, ka prodhime të cilat duhet t'i ekspozoj, edhe si qëllim kryesor gjetjen e tregut për to. Ka shumë produkte të zonës të cilat kanë një identitet shumë të fortë, duke filluar nga ara e Gzaveshit, duke vazhduar me gështenjat, duke vazhduar me prodhimet e bulmetit, të cilat në këtë zonë janë shumë të kërkuara, dhe jam i bindur që ne këtë traditë që u krijua sot, do ta vazhdojmë edhe në qendrën e Bashkisë së Librazhët, ku në një kohë më vonshme do marrin pjesë të gjithë banorët e zonës përreth, me qëllim që produktet e tyre të jenë të aksesueshme për gjithë tregtarët, sigurisht që edhe për turistët të cilët shohin në prodhime realisht bio. Panajiri organizuar në Dorës të Librazhdit është pjesë e aktiviteteve që organizohen në Parkun Kombëtar Shebeniki Jablanic dhe ka për qëllim kryesor promovimin e zonës së mbrojtur së bashku me resurset dhe mundësitë për zhvillimin e turizmit.